Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ju uroj të gjithëve një ditë të bukur, një ditë të mbar dhe një fillim fundjavë pozitiv. Jam këtu pranë jush për të sjellur lajmet dhe për të komentuar në fakt ngjarjet më të fundit. Do të nisim tashmë me dy shenjë që gjithmonë na ka dhuruar dashuri, që gjithmonë na ka dhuruar pozitivitet dhe që ne në fakt gjithmonë kemi përjetuar emocionet më të bukura nga kjo dyshe. Po flas konkretisht për Brikenën edhe për Mateon. Briki dhe Mateo, kur ne flasim për në lajmet e tjera për ndryshime pozicionesh, për krisje, për ndarje, për zënka, për luftëra mes partnerit, dashurisë, marrëdhënies, Brikena dhe Mateo janë çifti më surprizues dhe çifti më pozitiv që në fakt unë kam komentuar. Ju të cilët më keni ndjekur me detaje, keni arritur ta kuptoni që unë gjithmonë, do të thënë kam patur atë mendimin tim në raport me Brikenën dhe Mateon dhe atë bindje në fakt për dashurinë e tyre. Dashuria e tyre është nga dashuritë më të vërteta. Dashuritë e vërteta kanë pikërisht këtë lëvizje. Të qëndruarit pothuajse 24/7 me njëri tjetrin, koha e ndarë me njëri tjetrin, fokusit e njëri tjetri, mesazhe të bukura në aspekt dashurie nëpërmjet dashurisë së tyre te njëri tjetri. Kjo tregon që marrëdhënia është shumë e bukur dhe është marrëdhënie shumë efektive. Tani, Briketa dhe Mateo kanë bërë lëvizje të shumta. Nuk është se kanë ndenjur me një vend, ëh. Do të thënë kanë pasur lëvizje jashtëzakonisht të bukura. Fillimisht një herë përzjodhen që këtë muaj në mjaltit të dashurisë së tyre ta nisin në Bodrum të Turqisë. Në Bodrum kaluan në mënyrë fantastike të dy bashk. Më pas u kthyen drejt Kosovës, aty ku kaluan disa ditë fantastike dhe shumë romantike me një melankolizëm, le ta themi, të natyrës, të gjelbërimit, të emocionit të natës, ajo thyerja mes yjeve, gjelbërimit, ambientit që ishte fantastike në Ferizaj dhe më pas, domethënë, nga Ferizaj udhëtuan drejt Shqipërisë, përsëri në Kosovë dhe në Ulqin në Malë të Zi. Domethënë Brikena dhe Mateo po shijojnë atë qetësinë e tyre, pushimin e tyre dhe po rimarrin në fakt energjinë e re për të rinisur në televizionin Top Channel më fuqishëm se kurrë. Përpos kësaj, unë shoh te Mateo një mision të përfunduar. Tani kur disa mua më thonë në Tiranë, po kjo dashuri është për interes, unë nuk e shoh të tillë. Për të dhënë konkluzion duhet të logjikojmë, duhet të përdorim trurin, ëh. Mateo Brikenën e ka patur ëndrrën e tij, e ka patur emocionin e tij shumë vite më herët. Do me thënë, vite më parë, Mateo dhe Brikena kanë ndarë momente, kanë ndarë emocione, kanë ndarë ndjesi, por ka patur një frikë në mes, por kur qëllimi jot dhe misioni jot është i pastër dhe ti ke qëllim të pastër, do me thënë, ke qëllim të prerë, me patjetër që ëndra jote bëhet realitet dhe Zoti pas 4 vitesh në pritje dhe në një plagë në zemër se si më la ajo, se çfarë i bëra unë, Zoti ja mundësoi Mateos që të jetë në krah me Brikenën, ta shijon momentin, ta shijojnë dashurinë dhe të kënaqen me njëri tjetrin. Do me thënë, kjo e tëra që ndodhi mes dyshes është vërtet një dhuratë nga Zoti, është një e mirë që Zoti në fakt ju a dha Mateos edhe Brikenës. Të dy të dashuruar, të dy të fokusuar te njëri tjetri, të dy duke jetuar momentin, sepse të qenurit vetëm larg kamerave, larg presionit të lojës, sepse ju nuk mund të thoni që Mateo dhe Brikena e njohën përfundimisht njëri tjetrin në Big Brother. Aty nisi zanafilla e gjës, do me thënë aty pan vlerat e njëri tjetrit që në të vërtet nuk i kishin parë, por Mateo dhe Brikena që kanë njohur më së shumti njëri tjetrin, e kanë njohur pikërisht gjatë kohës kur ato të dy kanë ndenjur të vetëm, kur ato të dy kanë ndenjur pranë njëri tjetrit dhe larg gjithçkaje dhe aty do me thënë kanë filluar që të njohin vlerat e njëri tjetrit dhe kanë krijuar këtë afrimitetin më të bukur dhe më të madh që kanë krijuar.
Të lidhësh bes në zemër është arma më e fuqishme që mund ta kesh në dashuri, sepse dashuria nuk është unas në gisht, dashuria nuk është aksesor, dashuria është bes në zemër. Dhe unë mendoj që Mateo dhe Brikena kanë lidhur këtë besën në zemër dhe kjo besa tani le ta themi në një farë forme ju jep emocionin dhe forcën që ato të bëjnë këto lëvizje që bëjnë. Të bëjnë byzilik me emrin dedikuar njëri tjetrit, të bëjnë dhurata me pamjen dedikuar njëri tjetrit dhe gjithçka tjetër që në fakt i kushtohet këtij çifti dhe kësaj dashurie. Unë uroj me zemër që gjërat t'ju shkojnë gjithmonë kështu, domethënë nga ky çift presim shumë çka. Fillimisht njëherë presim një fejes shumë të madhe, sepse unë e di që Brikena do t'i bëjë të gjitha gjërat me tradita, pasi që është femër shumë tradicionale dhe do t'i bëjë të gjitha gjërat me tradita. Uroj me zemër që të na surprizoj të gjithëve me atë bukurinë e saj dhe emocionin që di ta bëj vetëm Brikena, që di ta fal vetëm Brikena dhe të na dhurojë një pozitivitet të jashtëzakonshëm. Domethënë, kemi shumë gjëra nga dyshja, vjen një shtator fantastik, po e përfundojnë sezonin veror me shumë surpriza të bukura, po e përfundojnë sezonin me shumë dashuri. Domethënë, na kanë dhënë shumë emocion, na kanë dhënë gjëra shumë të bukura dhe së fundmi po na japin edhe aksesor që në të vërtetë domethënë janë dhuratë shumë e bukur për njëri tjetrin. Unë uroj me zemër që gjithmonë në këtë formë t'ju shkojnë gjërat dhe të na vinë gjithmonë më të surprizuar se kur. Qofshin bashk, qofshin të bekuar, qofshin për jetë të dashuruar. Domethënë është e vetmja lutje që unë bëj për Brikenën edhe për Mateon. Dyshja ka vendosur që të gjithë muajin gusht, ashtu siç në fakt unë edhe e kam thënë gjithmonë që muajin gusht pasi që përfundoi procesi sportiv, muajin gusht t'ja kushtojnë vetes së tyre, t'ja kushtojnë dashurisë së tyre, t'ja kushtojnë momenteve të tyre, sepse s'ka më bukur se sa dashuron, s'ka më bukur se sa jeton dhe s'ka më bukur se sa ti dhuron emocione të jashtëzakonshme ndaj partnerit tënd, ndaj njeriu tënd, ndaj personit që ti e don. Domethënë nga Brikena dhe Mateo na presin shumë gjëra të bukura, që nga dasma deri tek jeta fantastike, sepse dashuria e vërtet nuk ka nevojë për fjalë, nuk ka nevojë për asgjë, dashuria e vërtet ka nevojë vetëm për dashuri. Dhe këtë gjë ne nga Brikena dhe Mateo pothuajse e marrim çdo ditë, e jetojmë çdo ditë, e shijojmë çdo ditë dhe çdo ditë e kalojmë në formën më të mirë me këtë dyshe. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV, aty ku në fakt ne do të postojmë gjithçka dhe do t'i nxjerrim të gjitha lajmet që kanë të bëjnë me çiftet.